A e dini se 97% e qytetarëve të Kosovës kanë shtëpitë e tyre? Po, e lexuat sakt. Sipas anketës mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës së publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 96.7% e ekonomive familjare kanë një shtëpi ose banesë në pronësi të tyre me akt ligjor. Ndërkohë vetëm 1% jetojnë me qira dhe 2.3% janë të akomoduar falas, pra jetojnë në një shtëpi që nuk është e tyrja, por pa pagesë. Si qëndron kjo krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian? Në Bashkimin Evropian vetëm 69.2% e popullsisë kanë shtëpitë e tyre, ndërsa pjesa tjetër 30.8% jetojnë me qira. Sipas Eurostatit, disa vende kanë një përqindje shumë më të ulët të pronësisë. Gjermania 47.6%, Austria 54.3%, Danimarka 60%. Kjo do të thotë se më shumë se gjysma e qytetarëve në këto vende nuk kanë një shtëpi në pronësi, por paguajnë qira çdo muaj. Nga ana tjetër, ka vende në Evropë ku pronësia është shumë e lartë thuajse sa në Kosovë. Në Rumani 95.6%, në Slovaki 93.6% e në Kroaci 91.2%. Pra, megjithatë, Kosova renditet ndër vendet me më shumë pronar shtëpish në Evropë. Por si jetojnë qytetarët e Kosovës? 90.4% jetojnë në shtëpi të veçuara, pra në shtëpi individuale. 2.6% jetojnë në shtëpi të dyfishta, dy banesa të lidhura me njëra tjetrën. 1.1% jetojnë në ndërtesa me më pak se 10 banesa, ndërsa 5.9% jetojnë në ndërtesa të mëdha me mbi 10 apartamente. Por sa mund t'i ngrohin këto shtëpi? Një tjetër fakt interesant i anketës së Agjencisë së Statistikave të Kosovës thotë se 86.2% e familjeve në Kosovë arrin të mbajnë shtëpinë të ngrohtë në mënyrë adekuate. Megjithatë, 13.8% e tyre e kanë të vështirë përballimin e shpenzimeve për ngrohje, një problem që prek shumë familje, veçanërisht gjatë dimrit. Të jesh pronar shtëpie sjell siguri dhe stabilitet, por sa e përballueshme është të blesh një shtëpi sot? Çmimet e banesave dhe kredisë po rritën, andaj edhe për të rinj mbetet dilema. A është më mirë të blesh apo të jetosh me qira?